Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka dërguar mbi 130 raste në prokurori gjatë vitit 2025. Rastet lidhen me pasaktësi, vonesa apo mos deklarim të pasurisë, ndërsa një pjesë rrjedhin nga sinjalizimet për shkelje të tjera ligjore. APK ka shqiptuar mbi 130 gjoba për zyrtar që nuk e kanë deklaruar me kohë pasurinë. Gjatë vitit 2025 janë dërguar më shumë se 130 raste në prokurori nga agjencia, të cilat ndërlidhen më shumti me deklarim të pasurisë, disa lidhen me pasaktësi në deklarim, disa lidhen për vonesa, ndërsa ka numër të caktuar që janë dërguar për shkak të sinjalizimeve që kemë pranuara, që janë shkelje të tjera të ligjit. Vonesa për mos deklarim të pasurisë ka si pasojë gjobën. Ne këtë vit kemi shqiptuar më shumë se 130 gjoba, mbi 130 zyrtar nuk e kanë deklaruar në kohë pasurinë, ndërsa janë rreth 16 të cilët nuk kanë deklaruar fare pasurinë. Nga këta kemi kryesisht zyrtar nga Policia e Kosovës dhe zyrtar të institucioneve të tjera të sundimit të ligjit, por nuk ka të niveleve shumë të larta apo të niveleve drejtuese, por nuk ka as të ekzekutivit. Me ligjin e ri, mjekët dhe profesorët janë të përfshirë për herë të dytë në deklarimin e pasurisë dhe se janë evidentuar raste me mungesa në deklarime. Për sa përket mjekëve dhe profesorëve, janë kategoritë të reja të cilat i kemë përfshirë në deklarimin e pasurisë me ligjin e ri, do të është hera e dytë që bëhet deklarimi i pasurisë për ta këtë vit. Jemi në proces të verifikimit, kemi evidentuar raste që ka pasur mungesa në deklarimet e tyre, do nuk janë deklaruar ato si është dashur, ka pasur se ka pasur më tepër. Jemi në proces të përfundimit të kësaj faze dhe stilla nuk mund të jap të dhëna të qarta, por me siguri që kemi dërguar rreth 1000 kërkesa për shpjegime të zyrtare, duke përfshirë të mjekët dhe të profesorët si kategori më të reja, dhe jemi duke i shqyrtuar ministrit që kanë kontakt direkt me publikun ose menaxhojnë buxhete të mëdha kanë rrezik më të shtuar për sa i përket korrupsionit. Ndërkohë ABK-ja ka monitoruar 18 procedura të tenderimit gjatë vitit ku janë identifikuar lëshime të konsiderueshme. Ne kemi bërë një vlerësim të rrezikut të korrupsionit, ku ka identifikuar ministrit që kanë mundësi që të jenë të rrezikuara më shumë nga korrupsioni. Ato janë me siguri sigurisht që gjithku në botë janë ministritë të cilat kanë qasje direkte të publiku. Është Ministria e Punëve të Brendshme, për shembull, është Ministria e Drejtësisë, janë ndërmarrjet publike, të cilat kanë edhe të hyra të mëdha, po edhe nuk i kanë të rregulluara shumë mirë potencialin për korrupsion. Thotë këto janë kryesisht ato të cilat janë më shumë të rrezikuara, po kjo nuk do të thotë që janë të korruptuara më shumë. Këto kanë më shumë rrezik në korrupsion. Me siguri që është edhe ministria që zhvillon më shumë të tendera publike, që është Ministria e Infrastrukturës, e cila duke pasur parasysh që të ketë edhe qasje direkte të shumanshme në fund, aty rritet edhe rreziku. Gjatë shqyrtimeve tona ne kemi pasur numër të vogël të procedurave të tenderimit, të cilat ne kemi monitoruar, ku kemi identifikuar lëshime. Do të kanë qenë 18 procedura të cilat ne kemi monitoruar nga aspekti i sinjalizimit. Nga ato kemi gjetur, nëse nuk gabojmë, gjysma atyre janë procedura ose në polici ose në prokurori për shkak të shkeljeve.